Allahu përmes argumenteve të tij, përmes fjalëve të tij, përmes këshillave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, përmes çdo dispozitën e fe na ka dhënë mësime, na ka dhënë dobi. Nëse ne e shohim ato dhe i qasim atyre me mendje të shëndosh, me logjik të shëndosh, me arsye të shëndosh, vërejmë se të gjitha këto dispozita të Allahut te bareke ve taala në vete ngërthejnë vlera, në vete ngërthejnë mirësi për të cilat Allahu te bareke ve taala na ka garantuar. Nëse i shohim, nëse i qasemi kushteve të Islamit, nëse i qasemi shtyllave të Islamit, shohim se Allahu te bareke ve taala këtë fe e ka ngritur mbi 5 shtylla. Shohim se Allahu te bareke ve taala përmes këtyre shtyllave të Islamit, përmes këtyre dispozitave, përveç se i ka bërë obligim për robërit e tij, ai përmes këtyre shtyllave ka dashur që të na edukoj, që të na mësoj që nga këto shtylla, nga këto dispozita, ne të nxjerremi përfitime. Në momentin kur dëshmojmë se nuk ka zot tjetër të adhuruar pas Allahut te bareke ve taala, ne tërçenjen ton ja dorëzojmë vetëm atij. Tërçenjen ton ja dorëzojmë Allahut te bareke ve taala. Në momentin që ne e shprehim robërinë për Allahun te bareke ve taala, ne lirohemi nga çdo robëri tjetër pas robërisë së Allahut te bareke ve taala. Robëri kjo e cila na bën me qenë krenar. Robëri kjo e cila na jep privilegje, na jep të mira në këtë botë, para se të na jep të mira në botën tjetër. Për arsye se nuk ka më krenari, nuk ka më privilegj se sa të jesh i nështruar vetëm ndaj Allahut te bareke ve taala dhe mos të jesh i nështruar ndaj ndokujt tjetër. Pastaj, në momentin kur ne dëshmojmë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguari i tij, në këtë moment ne dëshmojmë se modeli ynë, frymëzimi ynë për ne, për jetën tonë, është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj, nga ai i marrim mësimet më të mira, nga ai i marrim udhëzimet më të mira, nga ai i marrim këshillat më të mira. Dhe Allahu te bareke ve taala në librin e tij thotë: "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana." Ju e kishit shembullin më të mirë në të dërguarin e Allahut te bareke ve taala. Nëse ne e marrim për shembull pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, nëse e marrim për model pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ai na mjafton si model ndaj çdo modeli tjetër. Na mjafton si udhëzim, si mirësi ndaj çdo mirësie tjetër, ndaj çdo pretendimi tjetër. Dhe kjo është ajo të cilën Allahu te bareke ve taala e don dhe urdhëron për robërit e tij. Në momentin që ne e falemi namazin, ne lidhemi me Allahun te bareke ve taala. Me këtë lidhje ne e edukojmë veten tonë, me këtë lidhje ne e edukojmë shpirtin tonë, për arsye se ne i bim në ruku, i bim në sejdë dhe i nënshtrohemi vetëm Allahut te bareke ve taala. Pastaj ne i lutemi vetëm atij te bareke ve taala. Pastaj brengat tona, problemet tona ja tregojmë vetëm atij dhe tek ai shpresojmë që ai do të na zgjidh problemet tona, ai do të na zgjidh hallat tona dhe mërzit tona. Prandaj lidhja me Allahun, namazi është lidhja më e fuqishme mes robit dhe Allahut te bareke ve taala. Inna as-salata tanha 'anil fahsha. Vërtet namazi largon nga veprat, nga punët e këqija. Pra në momentin që ne i nashtrohemi Allahut te bareke ve taala, me automatizëm largohemi nga punët dhe veprat e këqija me të cilat Allahu nuk është i kënaqur me to. Në momentin që ne e japim zakatin ton, i bindemi Allahut te bareke ve taala që ne duhet ta pastrojmë pasurinë tonë, atëherë në këtë moment e shprehim bindjen tonë ndaj Allahut te bareke ve taala. Pastaj kjo na bën që ne të jemi solidar me të tjerët, që ne të gjindemi në ndihmë të tjerëve. Pra kjo është edukata të cilën na e jep zakati. Në momentin që ne e agjërojmë Ramazan, ne i nënshtrohemi Allahut te bareke ve taala dhe pas kësaj ne bashkë ndjejmë me ata të cilët nuk kanë të hanë gjatë tërë vitit. Kjo na bën që ne të jemi më tolerant, që ne të jemi më të edukuar, që ne të jemi më të afruar tek Allahu te bareke ve taala.
në momentet që ne e kryejm haxhin, e bëjmë haxhin për Allahun te bareke ve teala, nga kjo dispozitë e Allahut edukohemi dhe marrim mësime të shumta. Në momentin që ne dalim e kryejm haxhin dhe e veshim ihramin, ky moment na tregon fillimisht ditën e gjykimit dhe barazin të cilën do ta kem në ditën e gjykimit, dhe askush nuk do të jetë më i mirë tek Allahu përveç se me punët dhe veprat e tija. Të gjithë njerëzit do të jenë të barabartë. Kjo është mësimi më madhështor të cilin na e sjell haxhi. Pastaj haxhi aludon në bashkimin e muslimanëve, aludon në bashkimin e umetit, dhe ky është njëri nga mësimet të cilat e përfitojmë nga kryerja e haxhit. Pra, feja e Allahut te bareke ve teala, tëra është mirësi, e tëra është tolerancë, e tëra është dashuri për Allahun te bareke ve teala, dhe kjo tolerancë, kjo dashuri, kjo mirësi duhet të reflektoj edhe në mesin e besimtarëve, dhe kjo duhet të na shoqërojë në jetën tonë, që ne ta përmirësojmë veten tonë fillimisht, pastaj të përmirësojmë ata ndaj të cilëve kemi përgjegjësi, dhe kështu arrin përmirësimi i umetit në përgjithësi. E lutim Allahun te bareke ve teala që të na bëjë prej atyre të cilët janë të kënaqur me fenë e tij, prej atyre të cilët përfitojnë nga mësimet e fesë së tij, prej atyre të cilët përfitojnë nga dobitë të cilat i sjell Allahu te bareke ve teala edhe në momentin kur ai bën obligim diçka nga obligimet të cilat i ka përcaktuar për besimtarët.